Ka qenë një raport korrekt, do thoja, i mirë, nuk ka qenë as ekstrem shumë i mirë, as ekstrem shumë i keq, ka qenë diçka në mes. Jemi përshtatur roleve, të dy do me thonë jemi marrë vesh për rolet, qofse ai shifte një gjë që e harroja unë, po them, ma kujtonte, nëse unë shifja një detaj që ai mund ta kishte harruar, ja kujtoja, dhe ka qenë një raport shumë normal. Jemi afër. Okej. Duket fytyra. Po, okej. Ai do na kupton se çfarë themi, do të shihim të parësi. Jo, ajo e ka, ajo. Po, unë e kam. Ajo e ka dha atje. Së këti fajnë e kam unë. Se po merrte gjendjen. Okej. Në qoftë se Antoni do ishte pak më i lirshëm, po, mendoj që do kishim akoma më shumë kimie, sepse unë jam munduar shumë nga ana ime që ta bëj atë mos të ndihet keq, domethënë mos të ndihet çështje i tepur, po nuk mora atë njëjtën gjë mbrapsht. Ishte shumë pak i mi babai, pak shumë. Nuk ka qenë ashtu siç unë e mendoja. E kisha imagjinuar ndryshe Antonin, e kisha imagjinuar që të ishte një aktor më potent, në kuptimin që të ishte më burrëror, që kur të fliste ai të dëgjoje fjala e tij, sepse edhe Roza prandaj kishte shumë momente që stepej dhe nuk dinte të kthente përgjigje, sepse e mposhte kjo siguria që kishte Antoni dhe kjo që kur ai thoshte një fjalë, kjo nuk fliste fare. Nga dhe sot tentohet më hyrë në zemër. Sa budalla.